Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Falënderimet dhe lavdërimet I takojnë vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahun e falenderojmë dhe vetëm nga Allahu azza wa jall falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet, përshëndetjet më të ngrohta I dërgojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij dhe mbi ata të cilët e pasojnë apo e trasojnë rrugën e Rasulullahut sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e Kiametit. Vëllezër të nderuar, xhamatli të ndershëm, fillimisht ju përshëndesi me një përshëndetje e cila ka dalur prej banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqa dhe shpëtimi dhe mëshira Allahut azza wa jall qoftë mbi ju dhe mbi familjet e juaja. Së dyti, pas përshëndetjes islame dhe pas falënderimit ndaj Allahut xhalla xhelaluhu, ju falenderoj edhe juve, xhamat I nderuar, për ftesën që na u keni përgjigj. Allahu ju shpërbleft, lut Allahun te baraka wa taala që pasi që ngriteni edhe dilni pikë kësaj xhamie, lusë Allahun të baraka wa ta'ala që Allahu azza wa jall të na I falë mëkatet ja rabbel alamin. Gjithashtu të nderuar vëllezër, apo para se me fillu diçka për me fol mesin tuaj, sot është 22 qershor. A kështu ta jo? 21, më bani halal. 21 qershor, se mu kanë përzimet pamet, s'pëmuj me 21 qershor, alhamdulillah, mesin ton këtu e kemi një hoxh të nderuar, Hoxha Ali Ibrahimi. Më thënë hoxh I njoftun mesin tuaj, na vjen prej Hanoverit. Hoxha I nderuar, ndoshta nuk ka shef shumë me fol rreth tina, se ju e njihni hoxhën. Ndoshta në mesin e xhamatit tem ka dikush që m'njeh mu, ndoshta hoxhën Ali mundet me njoft më shumë se sa une. Hoxha ka punu me ju, besoj ju ka ligjëru, ju ka këshillu. Hoxha I nderuar është I palodhshëm, do më thënë në rrugën Allahu xhalla xhelalu, predikimin e fjalës Allahu te baraka wa taala, lusë Allahu xhalla xhelalu, Allahu t'i jep shëndet ja rabbel alamin, t'i jep fuqi që më thënë t'jetojnë këtë rrugë deri atë ditë kur do t'ja dërzon shpirtin Allahu te baraka wa taala. O vëllezër të nderuar, xhamatli të nderuar, ndoshta pak edhe emocionet nuk po më lejojnë, do më thënë mu qartësu apo me fol diçka, më kërkoj falje, por vetëm një send vetin edhe juve po du me këshillu, por para se me ju këshillu të nderuar vëllezër, gjithashtu e falenderoj edhe xhamatin e tij që kanë ardhur, xhamatin e hoxhës Ibrahim, e falenderoj domethënë që ju kanë bashkangjit aty, e kanë ardhur domethënë prej largut në xhamin ton këtu, xhamia Mërgimi, ku un jam imam në këtë xhami në qytetin Ibn Byrën apo qytez Ibn Byrën. Lusmi Allahun te baraka wa taala të na jep gjithve sukses. Lusë Allahun te baraka wa taala gjithve të na udhëzon ja rabbel alamin. Fillimisht e këshilloj veten edhe juve, sepse Allahu te baraka wa taala thot në Kur'anin famlart, "Dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin." Këshillo, Allahu I thot Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, o Muhammed, këshillo sepse këshilla për besimtarin është shumë e dobishëm. Do thot unë nuk do t'ju këshilloj, më thënë që ky xhamati sa pe e shofi, do më thënë këtu në mesin tem, I ndëgjojnë çdo ditë gati këshillat e mia, por ne minzi që s'po presim me ndëgjua këshillat e hoxhës ton, hoxhës Ali Ibrahimi. Andaj duke mos humbur kohë dhe diçka po du me shtua, o xhamat I nderuar, po du me thonë që Allahu xhalla xhelalu inshallah kur nuk na lën pa hoxhallar. Thoni amin. Lusmi Allahun te baraka wa taala, Allahu xhalla xhelalu asesi mos na lishon nejet tona, mejliset tona pa hoxhallar mirëfillt, hoxhallar të cilët e kanë frikën Allahu te baraka wa taala. Allahu xhalla xhelalu thot inna ma yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama, njerëzit më së shumti të cilët ja kanë frikën Allahut xhalla xhelaluhu janë ulemat, janë dietart. Allahu te baraka wa taala, o vëllezër, ashtu sikur që e ka ndriçua, ashtu sikur që e ka zbukurue qiellin, ku njerëzit e ka zbukuruar qiellin me yje,
keni pa yjet natën, apo zizillonjat, edhe honën, edhe dilin, Allahu xhelle xhelalu e ka zbukurua këtë gjithësi, po gjithashtu, do më thënë, nëpërmes yjeve që ka kriju Allahu xhelle xhelaluhu në qiej, e ka zbukuru qiellin, edhe njerëzit nëpërmes yjeve shpesh herë orientohen, ashtu edhe sikur që janë orientuar dhe më herët. Por gjithashtu Allahu xhelle xhelaluhu edhe yjet i ka bë shkatrim djegse për shejtant. Gjithashtu edhe ulemat, edhe dietarët, edhe hoxhallart, Allahu xhelle xhelaluhu i ka bë sikur yjet që janë në qiell. Domethënë njerëzit orientohen nëpërmes yjeve, po gjithashtu edhe njerëzimi orientohen nëpërmes hoxhallarëve. Andaj duke mos humbur kohë o vllazni o xhamati im, duke mos humbur kohë, po du m'ia dhon kohën e tërë hoxhës tonë të nderuar, e ftoj këtu në këtë kursi të na ligjeroj dhe të na këshilloj nga këshillat e tij raja që i ka të mira. Elus Allahun te baraka ve taala, t'ia lehtësoj edhe atij, edhe elus Allahun xhelle xhelalu që nëpërmes këshillave tina Allahu xhelle xhelalu të na i hap zemrat tona ya rabbel alamin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Lezër të ndëruar, pikë pare falenderoj Allahun subhanahu wa taala. Allahun i cili është krijues i gjithçkahit, është edhe i krijues i jon, është edhe i udhëzues i cili na ka udhëzuar neve në këtë rrugë të drejtë. Lutim Allahun subhanahu wa taala që të na mundson që të vazhdojmë në këtë rrugë deri në ditën e gjykimit. Falënderimi i takon Allahut gjithnjë. Pastaj ju takon i njëjti falënderim edhe njerëzve të cilët mundohen me ngrit fjalën e Allahut subhanahu wa taala. E shfrytëzoj rastin njëkohësisht ju falenderoj edhe juve për thirrjen, të cilin vllau i cili ka qenë i angazhuar, ka qenë domethënë jo një herë, por disa herë ka thirr, mirë po mundësitë i kemi pas ashtu. Koha është ajo që nuk na ka mundsuar më herët më ardh, edhe pse kemi qenë këto pimot. Me vite domethënë e dijnë për këtë xhamat, edhe për cilë këtë xhamat, edhe ju mundu brenda mundësive me këshillu këtë xhamat, edhe Allahu inshallah na mundson gjithnjë me këshillu çdo xhamat. Ju falenderoj për thirrjen, juve kryesin, hoxhën, edhe xhamatit cilët keni gjetë kohë sot me ardhe me qenë mesin tonë. Lutim Allahun subhanahu wa taala që na mundson gjithëve së bashku të kalojmë disa minutë, të kalojmë disa momente ku do të kemi për tyre dobi ditën e gjykimit. Kur do të kemi për çat 9 minuta që do t'i dajmë tash, padyshim që kena me pas dobi për tyre inshallah. Është me rëndësi na me bani një krahasim ndërmjet të mirave edhe të këqijave. Është shumë me rëndësi na si musliman me ditë se çato minuta dhe çat kohë që e ndajmë për me mësu dinin e Allahut, duhet me ditë se vetë çato e kemi, ndërsa të tjerat i kemi hup. Se kanë herë dikush thot me shku në xhami me hup kohë. Thot çka me shku më ka hup 1 orë kohë, kum gut 1 orë ders. Ai do të më thon me kuptu ndryshe, më thon që kjo kohë më ka met, ndërsa ajo tjetra 23 orë kanë hup. Ato si ka. A çat sahat që e kanë gut dersin çata e ka. Se çati kam ja pa hajrin, ndërsa ato kohë tjera kam ja pa ndoshta hajrin aty në dynjë, mirë po kur të flan njëri ja sheh hajrin, edhe xhumit pse pushon edhe pregaditet me punu, pregaditet me ngu ders edhe krejt. Mirë po, nuk duhet me konsideru njeri nëse e ngon një ligjerat dhe e ngon një këshill që e ka humb kohën. Prandaj kjo inshallah nuk do të jetë kohë që do ta humbni këtu. Edhe në vitet e ardhshme, në momentet e ardhshme, në derset e ardhshme, kur njëherë mos ju shkon mendja se keni humb atë kohë ku e keni ngu një ligjerat. Pa marr parasysh direkt live apo nëpërmjet internetit apo nëpërmjet kaseta ose diçka tjetër. Unë sonte kisha ndërmend diçka, domethënë ma gjatë me folmi, po do të mundohem që ta shkurtoj. Pasi që është vonë, edhe është dimnit më ndryshe koha, verës më ndryshe koha. Verës domethënë kemi shumë vonë, akşamin shumë vonë, yacien, asabajin shumë herët. Kështu që nuk do të kisha desht shumë t'ju lodhi, po do ta hetoj nëse t'ja nisi, domethënë më koni mërzit që më atëherë do ta shkurtoj edhe një herë sa kum desht me shkurtu.
është shumë rand me fol me një vend ku ka talebe. Ju këtu keni talebe, keni hoxh i cili padyshim që këto fjalë që t'ja thomune sigurisht në shtadhjep ka thonë sot në hutbe. Ndoshta, se se di çka ju ka kallëzu sot. Ose ja ka kallëzu ndoshta javën e kaluar, ose do t'ja kallëzon të ardhmen. Kështu që unë nuk di t'ju kallëzoj diçka të re. Se faktikisht hoxhallar të cilë i përmbahen një burimit, fjalës Allahut dhe fjalës pejgamberit alayhis salam, s'ka me kallëzu diçka të reja. Përveç çatinëve ajeteve edhe çatinëve haditheve. Mirë po, komentimet të cilat tregohen ndoshta do një hoxh i bën komentimin më mirë, do një pak më mesatar, do një pak më dopt e kështu me radhë, mirë po, ajo që është thelbi është çaj, fjala e Allahut, fjala e pejgamberit. Unë do të mundohem sot me juve me jetu pak me një sure të Kur'anit, jo me krejt surën sa është e gjatë, po vetëm me 3 ajete. Surës El Furqan. Surën El Furqan. Çka do të thonë fjala Furqan? Kush e din Kur'ani, sa emna i ka? A ka emna hala Kur'ani? Ka dhe ma shumë emna, jo veç El Kur'an, Allah në Kur'an, çfarë emni i ka thonë hala? Kush e din? El Furqan, një prej emnave të Kur'anit është edhe El Furqan. Emën tjetër i Kur'anit, Kitab, nisoj, i thohet Kur'anit, emën edhe një dhe ma shumë s'pjo veti. Me dhe, ziqër të ne që i thonë, e dhikër, dhe më thonë i thohet nisoj, apet e ka qëllim Kur'anit. Që kjo sure e ka emnin Suratul Furqan. Që do në të thot, është një emër prej emnave të Kur'anit, mirë pa e ka edhe kjo fjallë, ka një do me thanje. El Furqan do me thonë aj i cili e dalon, shka hakin të batilit. Aj i cili e dalon të vërtetën, prej jo të vërtetën. Se Kur'anit, api përshtat ka që kjo emën. Një nga emnet e Kur'anit, El Furqan, i përshtatët që kjo emën, që ja ka cekë Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an. Kjo sura është edhe në Kur'an, një sura që e pas ka që këtë emën, El Furqan. Ajeti 27, 28, 29 edhe 30 që për përfundim ka me lanë. Ajetin e 30 për me përfundu. Allahu subhanahu wa ta'ala në këtë sura, që ka thot në këtë ajetin 27, wa yawma ya'uddu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila. Thot atë ditë kur zullumçari ose ai i cili i ka bë vetit pa drejtësi, i ka bë vetit zullum. Çka është puna me ta? Ai atë ditë thot kur do t'i kafshon duart e veta, edhe do të thot i mjeri unë ta kisha marrë rrugën e pejgamberit. Vazhdon ajeti i 28, o ja waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila. Oh mjeri për mua thot Allah subhanahu wa taala pe cek fjalë të dikojnë, ashtu që ne ndëgju kush janë këta që folin kështu. Oh mjeri për mua sikur të mos kisha marr filanin ose fistekin për mik, për shok. Laqad adallani an adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil-insani khadhula. Në të vërtetë pasi që e gjeta rrugën e drejtë, ai më largoi mua prej saj. E djalli është ai që njeriu e humb dhe e lë të vetmuar. Që ky është ajeti 29, ajeti 30, me këtë ajetin që më përfundu, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Që thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Allahu pe cek se çka ka më thon dhe çka ka thon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E i dërguari tha, o Zoti im, vërtet populli im e kanë lanë ose e kanë konsideru këtë Kur'an si diçka do më thonë të hedhur ose e kanë lanë mas shpinë ose e kanë braktis Kur'anin. Që këto 4 ajete du sa në të pak në të mundësin teme më javë komentu dhe më javë spjegu edhe në basë që këtu një ajeteve tani edhe ku marrë një titull të kësaj ligjerate kush është miku jem? Sa në të do më thonë derë se në kemi kush është miku jem? Shka do më thonë mik? Ta vllazët e Shqipërisë e din, po na i thojmë pak më ndryshe. Dosti jem. Kush është shoku jem? Kush është dashamiri jem? Kush është kolega jem? Ha? Që këtë parapytje do të mja parashtru si cili person vetë vet. Kush është miku im? Kush është shoku jem? Me ka jam une? Tonight. Ka e kam në zemër? Dhe që këtë pyetje që kjo është do më thonë ajo tema e santë, që me thonë dikush kënë gjami, po shka tha hoxha, mirë kalëzëke, e kishë zonin e mirë. Mirë shka tha,
mëse levish me zanin e mirë, po dush edhe me çka tha. E me të vetë dikush ka tha hoxha, çka ka pas temën, çka keni më thon? Tema, ç'është është kësaj ligjërate? Kush është miku im? Domethënë, unë më intereson se kush është miku im. Ku e kam marrë këtë temë, kam nxjerr për çfarë ajeteve. Allah subhanahu wa taala në këtë sure, në këtë ajet, na i tregon gjendjen edhe keqardhjen e kujna. E banorëve të zjarrit, e banorëve të xhehenemit, e xhehenemlive. Ne i tregon domethënë gjendjen e tyre edhe keqardhjen e tyre, se çush ju vjen atyve keq, se çka kanë besu, se çka kanë vepru, se me kojën kanë edhe çush janë sjell ku në dynja. Çka kanë më thonë ata, domethënë ndëgjum që këto ajete, se Allah subhanahu wa taala na i përshkruan gjendjen e atyve njerëzve. Domethënë, na që jetojmë këtë dynja, që e ka caktuar Allahu, që s'ka mundësi dikush më thonë unë s'po du me jetu në dynja. S'ka, e kemi të caktuar me jetu që këto. Edhe na me çatë rreth çka jetojmë, atëra kena me pas në të ardhmen një prej dyjave. Ose kena me thonë elhamdulillah Allahi që më ka bashku me këtë njeri, ose kena me thonë mjeri unë s'kam pas ka bashku Allahi me këtë njeri. Njëna për këtë në dyjave, diçka e tretë s'ka. Ose kena me qenë falenderues që Allahu na ka bashku me njerëzit mirë, me miq të mirë, ose kena me qenë të kundërtën. Kena me kajt vetvetin ton pse jom shoqënu me filanin edhe pse jom shoqënu me fistekin. Allah subhanahu wa taala në këtë ajet çka po thot, atë ditë kur zullumçari ose njëri i cili bën zullum. Atë ditë, ajeti po thot jaume. Cila ditë është ajo ditë? Kur e lexojmë në Kur'anin shqip, nuk është puna vetëm me ka përcy gjerë, më kush po lexon më shumë faqe. Po është ka hormonal me këshir kur thot Allahu jaume atë ditë, kur është ajo ditë? Sot, dje, nesër, mas nesër? Dita e gjykimit. Atë ditë koka jaumul qiyame. Thot zullumçari çka ka me bë? Kush është zullumçari? Çaj njeri që i ka bë vetit çka? Zullum. Çush i bën njeri vetit zullum? Jo besimtar. Mirë, që kjo është zullumi më i madh, çka mundet njeri vetë më apo mos me besu në Allah. Zullum më të madh se që kjo nuk ka. Kjo është ai më i madhi. Tani ka zullum pak më të vogël. Çka është zullumi pak më i vogël? Nuk falet, nuk ka gjë. Me bën harame, me u largu pi urdhrave të Allahut, që kjo i thotë zullum i ka bën njeri pa drejtësi vetë vet. A pet parashtrohet pyetja mirë. Ç'është është ky zullum? Ç'është me kuptu pak më mirë. Allah neve na ka kriju, na ka qu katalog libër, cilët duhet na me ju majt. Rregulla na ka qu, zacung na ka qu. Cilët na duhet me ju majt. Nëse i përmbahemi, përfundimin e kemi në xhennet. Nëse nuk i përmbahemi, përfundimin e kemi në xhehenem, në zjarr. E nëse në njëri nuk i përmbahet, që këti rregullit të Allahut ka me përfundu në zjarr. Ku shkon fajtor? Vetë. Unë tash nëse nuk jam rob i nënshtruar i Allahut, atëra unë Alija po bona sebeb për vetën tem që pëlqejnë zjarr xhenemit. Se Allahu nuk bën pa drejtësi. Allahu nuk bën pa drejtësi. Allahu gjykon me drejtësi edhe s'ka më drejt se Allahu subhanahu wa taala. Prandaj veprat e njeriu janë ato çka njeriu e çojnë me shku në zjarr ose me shku në çka në xhenet. Prandaj zullum që po më ka njeriu me bë vetit më i madh koka kufri, mos me besu në Allah, zullum tjerë tani vinë mëkatet. Padrejtësiat e kështu me radhë. Pra, çka po thot Allahu në këtë ajet? Atë ditë kur? Atë ditë në gjykimit, zullumçari, njeri i cili domethënë i ka bë vetit zullum, padrejtësi. Çka pas ka më bën çat ditë ky zullumçari? Pas ka më hangër durt e vet. A ha durt? A mund dikush, a keni pa dikon të hangër durt? Sa dora. Mirë, po kësa ne i thotë çka? Metodë që e ka përdor Allahu subhanahu wa taala më na i tregu që i ka ra ky njeri pishman jo 1%, po 1.000.000%. I ka ra pishman çka? I ka ra pishman se me ka shoqënu. Edhe ne kemi pa ka njëherë dikush e ka shprehi cila është negative edhe i han thojt. Diçka e ngjashme, që kjo është bisikletit pi mërzijës, pi problemeve që i ka, pi gjanave që s'është i rahatshëm, shka një nisë edhe i han thojt. Edhe çat ditë po thojt Allahu subhanahu wa taala, që ditën e gjykimit, zullumçari që i ka bë zullum vetit vet, pa drejtësi ka bë vetit vet, çka ka më bë? Ka mi hangër gisat e vet. Domethën është i rak pishman, çka ka bë? Edhe çka ka më thon? Kush? Çajniri, çka do të thot? Ka më thon diçka. Çka ka më thon? Na ngum ajetin, na sot kena me jetu me ajetin, cilën ajet tham?
27, 28, 29, 30 surës El Furqan. Do të thotë çka ka me thënë i mjeri unë. Së shtu e livdu vetin mon, qatë moment e s'ka me livdu me thonë vetëm, Allah mashallah im kon njeri mirë. Filon haramat i kumbo, filon gjanat i kumbo, filon mëkatet i kumbo. Jo, a i ka mira pishmon qatë dit. Ka me thonë mjeri unë. Ka mira për vetin e vetë ka me thonë. Pse? Pse nuk e ka ndjekë, se në këtë dënja ka rrugë shumë. Ka plot rrugë. Që këtu një bëmbyren edhe sa rrugë ka. Mirë po jom pak rrugë ato që e kam pru dikon deri që këtu me arë sante. Jo. E une kitë në bashkë që këtu. Më thonë, rruga e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem është që ajo që na ka pru neve që këtu me arë. Edhe kemi ndjekë në qatë rrugë, edhe kemi arë. A dini që ka njerëzi hala që e kanë një për sante që këtu edhe s'kan arë. Nështë dikush s'ka mujtë, a më ka dhe shumë që ka thonë, me shku me hup koha që një satë. Që ata që zvinë me marë me ndjekë rrugën e Allahut, edhe që zvinë me ndjekë rrugën e pejgamberit a.s. Ose që nuk dojnë më konë në sirat al-mustaqim, në rrugë të islamit, edhe më konë musliman që shdohet, që ata kanë mira pishman që atë ditë, kanë mu pendu ditën e gjykimit, edhe kanë mi hangër gishat e vetë, edhe kanë me thonë, oh mjerion, si kur ta kisha ndjekë qka? Cëllë në rrugë, që shkeja jeti? Si kur ta kisha ndjekë rrugën e pejgamberit. Kanë mira pishman që atë dit, thotë si kur ta kisha ndjek unë rrugën e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. E mirë, na imi sot qësan të imi që këtu në gjami. A është për neve vonë? A është për neve vonë? Me qëndru edhe me vazhdu në që këtë rrugë? Nuk është vonë. Nave që pasmi që këtë shansë, e pasmi që këtë mundësi, e pasmi që këtë dhunti për Allahut, a nuk ja vlenë me rujtë? A nuk ja vlenë na me majtë, hala që këtë rrugë? A thu ka dikush garancion që ka me vdekin që këtë rrugë? A ka dikush garanci? Për neve. Kur kush ka garanci? Pra ndaj edhe thujmë se herë, ja Rab, o Allah, ihdina sirat al-mustaqim. Gjdo reqat. Ihdina sirat. Mirë dikush të, qka do më thonë ihdina sirat al-mustaqim? Qka do më thonë? E gjështë e mirë, ashtë jemi në rrugë drejta. Po jemi në rrugë drejt, po kërkojmë prej Allahut që me na përforcu edhe me na majtë edhe me vazhdujmë që këtë rrugë, se shejtani nuk flenë. A i ka arat e kryme, të mjelta, krejt i ka punë të kryme, a i ka qatë punë mu edhe ty me në largu për që kësaj rrugë. A më na e kemi njëse një armë më të fortë se aj që në gjdo në reqatja bojna, o Allah, ihdina sirat al-mustaqim, përforcena në rrugën e drejtë edhe mana në këtë rrugë. E shka me thanë parat njeri që s'falë namaz, edhe që se bënë që këtë dua? Shka këna me thanë për qatë njeri? A i njeri cili se falë namazin edhe se bënë që këtë dua, o Allah, përforcem edhe rrumë këtë rrugë drejtë, shka mujme me prit në apitina? Qësh mundët Allah i dikon me uzu, nësa a i vetë vetin e vetë zdo me uzu? Nësa a i vetë vetin e vetë nuk dënë më konë a i cili Allahu ka kërku prej ti më konë rrugë drejtë. Edhe nuk kërkon. Nëse nuk kërkon edhe Allahu nuk i e. Prandaj, namazi është shumë rëndësi. Që kë njeri, më zdalë një shtipi temës, shka po thotë, Allahu subhanu wa ta'ala po na i përshkruan, po na i tregon sikur na munale dhe me pa me sy një njeri. Çat ditë i cili i bie pishman, ditën e gjykimit pendohet. Keq ardhja tregon, edhe thot sikur ta kisha ndjek rrugën e pejgamberit. Na e dim se çka është rruga e pejgamberit alsa. Fjala e Allahut, fjala e pejgamberit, çka ka kallzu Allahu në Kur'an, çka ka kërku prej pejgamberit, çata na i ka porosit neve. Edhe na duhet me ndjek çata. Çata njerëz që nuk e kanë ndjek në dynjë, ata kanë mira pishman në herat. Mirë po. A kanë kohë më këthyve atëre? Gjerman që bojnë? Cu shpejt. Ka i ka vdëbusi, e ka 8 minutin e vetë kjo gjia. E ka 8 minutin e vetë. Ti s'ke ardhë në 8 minutë, shkoj e vdëbusi. Ti thuje kam biletin me veti, po s'dlena e bilet ma. U kry ma. I ceja e ka 8 minutin e vetë, kur njësit shkon ma, ti badi hava më rinja, ti vërtit më shojt tramvajit, më shojt deres, s'qenet ma, ja ka shtypat pullën, jenë më shelë dyrët, ma keqë se që kjo s'kish. Me pa të redin para veti, mësë me ta qelë dhere, na? E biletën në gjep. E biletën të pagu me në gjep, s'kish ma keqa. E paramendoni nëse dikush, në ditën e gjykimit, kur e din se qka shanse ka pas në dynja, edhe i ka ik, që ka mujt me zanë trenin, 60 vjet, 70 vjet, 30 vjet, 100 vjet, ka jetu në dynja, i ka pas krejt mirat. I kemi krejt mirat. Hajta shfrytëzojmë që këtë mundësi, hajta shfrytëzojmë që këtë rrim që këtë rrugë, të kujdesni për këtë din, për vetë vetin tonë. Se na nëse nuk kujdesni neve, kome na i këtë treni.
Mos të bëmi prej që këtënve që kanë me thonë, sikur ta kisha ndjek rrugën e pejgamberit. Sikur ti shakon prej qëtënve që kanë ndjek rrugën e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Pse e thojnë këta? Ajeti 27 se çka ka me thonë zullumçari. Atë ditë zullumçari dhe ti kafshon duart e vetë dhe do të thotë, i mjeri unë ta kisha marrë rrugën e pejgamberit alayhis salam. Me krytëm një ajet, na kanë met edhe 3. A kena sabër me nguaja? Pse për thot ky? Pse për bën ky njeri këtë gjest, këtë ardhje? Pse këtë pishmandok për bën ky njeri? Ajeti tjetër vazhdon. Allah subhanahu wa taala çka thot? Çka ka më thon? Ya waylata lejteni lem attakhidh fulanan khalila. Thot mjeri unë, mirë për mu, sikur mos ta kisha marr filanin për shok. Qartë, po dihet pse bie pishmon ky njeri tash në këtë moment. E ka pa realitetin e ka pa se sa hati. E ka pa që i ka ik treni, e ka pa krejt i ka ardhur për shef. Edhe e ka diktu një send çka shumë e njeri sot nuk e diktojnë hala. E ka hetu diçka çka shumë e njeri sot nuk e din. E ka hetu se çat shokin çka e ka pas në dynja, s'pas ka bon kur gjë. Edhe çaty në çat moment çka po thot, sikur mos ta kisha marr filan fistekin për shok. Mos ta kisha marr për mik filan fistekin. Po mirë bash ka boj. Atë ka bon shumë pas ka bon keqa, ajetin tjetër do ta ndëgjojmë më atan. Ajeti tjetër çka vjen me rend, na i kallzon Allahu subhanahu wa taala se çka i ka bon çai shoku i vet. Që ky po pendohet tash edhe po thot, sikur mos ta kisha marr ato për shok. Para mendoni nëse janë dy shokë sa herë bashk. Prej mëngjesit e mbrëmje. Në çdo diskotekë janë bashk. Në çdo haram janë bashk. Në çdo zina janë bashk. Në çdo vend janë shumë shokë të ngushta. Para mendoj çat njërin ditën e gjykimit me ni edhe të thon, sikur mos ta kisha marr çata për shok. Pse? Se çat herë hënës ka me pa, ka me marr vesh, ka me diktu se çaj shokin në dynjë s'ka ka kon shok i mirë. Prandaj tema çka kemi sonte? Tema çka kemi muhabetin? Kush është? Mos ta harrojmë temën. Kush është miku yt? Kush është shoku yt? Na që këtë gale do të me pas, ka e kemi shok, me ka jetën e. Me ka jetë e kalu kohën. Me ka e ki në kratë gjatë. Që kjo është dhe më thonë miku im, mos me na ardhë, sikur që këtina llojit njerëzve që kam i ardhë ditën e gjykimit, që kanë me thonë, sikur mos ta kisha marrë filanin për shok. Allahu subhanahu wa taala po dal në mish me një ajet tjetër në surën Az-Zukhruf, ajeti 67, Allahu në gjajshme në i të regon rasën, thot, atë dit shokët e ngusht, qatë ditën e gjykimit, shokët e ngusht në dynja që ka e në kanë, do t'jenë armiqt njëni tjetërit. Adu, njëni tjetërit armiq, mirë bët një jetë, 60 vjetë e kanë kalu, që sërë kër i kej pa ata, bashkë, së kur një më kanë, e qysh që shtin në hiret u bëndën armiq njëni me tjetërin, zdojnë me pa, ka diska. E dini shumë mirë se shka ka. Vazhdon ajeti përveç të Allahu. Që ata shka janë kanë dynja shumë shokë të ngusht, thot, në ahiret kanë me qenë njëni me tjetërin armiq, përveç. Se pjesa e pare që këti ajeti, përfshin krejt njerëzimin. Të ne përbën një përjashtim Allahu, po thot, përveç kojna. Përveç atyre që ishin të sinqert në miqësi, në shoq një lak, sinqert. Që është sinqeriteti në shoq një lak? Kur njëni tjetërin e dënë për hirë të Allahut subhanu wa ta'ala. Që kësa ne i thotë vllazni lak i sinqert, që ja dënë të mirën, sikur që ja dënë vetë vetit vetë. Që e këshillan, që e ndihman, që mundohet me drejtu në rrugë të mirë, në mënyrën sa më të mirë. Dhe më thonë, Allahu në këtë ajetin tjetër po ne i të regon, se kush që kanë, që ata që më konë armiq ditën e gjykimit, që janë kanë, dhe më thonë, harame, që janë kanë vendet ndalume, që janë kanë në gjanat e cilat e kanë hitru Allahun subhanahu wa ta'ala. Shoku i ngusht, përdesh ka me pas kujdes se ka për merë për shok të ngusht. Ko ka një punë që përdesh ka me pas në gajle. Me ka mu shoqnu, edhe me ka me nejt, edhe me ka me kalu kohën më gjatë. Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem në shumë hadithe ne i ka dhonë, qërman të i thujnë tips. Shka janë tips? Po, këshillat janë përgjithësi. Mirë po ne ka dhonë do isharete. Ne ka dhonë do trika.
Që është mi ditë edhe mi gjitë shokët e mirë edhe në shoqnit e mira që është mu gjitë. S'ka thot Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, la tu sahib illa mu'mina, wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. S'ka dhe më thonë kjo hadith? Kjo është këshill e pejgamberit sallallahu aleyhi sallam. Hadithi është sahih. Thot mos u shoqëro, që kjo është ajo që po na mëson pejgamberi, mos u shoqëna përveç se me besimtarin. Edhe mos ta han ushqimin tën përveç se ai i cili është taqi, shka është taqi takwa, i cili është i devotshëm. Nëse vi që lexon shqip që këtë hadith, shtemianis një ka një me vet, mos pak të 100 komentime kena mini. Shqip kur ta lexosh me çuçi kuptova këtë hadith, secili ka më dhënë atë mendimin e vet. Mirë, po ky hadith ka shumë këshilla të mëdha, ka shumë porosi të mira, edhe nuk duhet mi keq kuptu porositë edhe këshillat e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nëse dikush nuk e njeh gjuhën arabe, nëse dikush nuk e kupton gjuhën në të cilën është shpreh pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe është e gabueshme me hi edhe me komentu diçka. Sikur shpesh dikuj na mi thon, çka është kjo, thotë çu kështu, nuk është me vëllai, thotë po thotë ne kum lexu në Buhari, thotë a ke lexu po. Po ai denti arabisht, jo thotë në shqip e kum lexu. Vëlla, leti shqip edhe unë flas. Mirë, po çka hadithën me ta lexu shqip e kuptoj ndryshe, me ta lexu arabisht e kuptoj ndryshe. Me marr dikon që i ka të kufizuar me mendimet që pinimi sot që këtu na për perëndim, kur t'ia lexojsh çiket thotë mos u shoqëro përveç se me besimtar. Çka kupton ai? Thot miner haram me Gjermanin më kon shok, haram me këto, haram ta bon katastrofë. Ta bon midis verës, ta bon dimën. Për ku e keni këto? Thot çyre hadithi po thot, ka dalë se hadithi është, mirë po kush ta ka kuptuar ty këtë hadith, kush ta ka dhënë ty këtë komentim kështu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka thonë la tusahib illa mu'mina. Kur të bëj mu'min, kretin këtu besimtar. Jo me çata që nuk i shkelin bubrrecat, po kret besimtar të hin këtu. Është pak më e gjanë kjo. Kur themi mu'min, është pak më e gjanë pak, se nuk duhet me kuptu vetë çat njeri i cili është 24 orë në ibadet edhe në sejdë. Se faktikisht atëherë ne nuk po desh ka asnjëri me tjetrin me pas më shosh në lak, as me pas më hinë dal me as me pas salam në tjetrin me dhon. Kjo domethënë është gabim me kufizu. Një e dyta, nuk është këtu qëllimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Më na thon neve që mos keni kontakt me njerëz që janë musliman. Nuk e ka temën këtu ky hadith. Po është këshill e përgjithshme për me zgjedh ti si musliman shoqnin tënde me kam shoqëru. Është këshill e përgjithshme. Po është pjesa e dytë hadithit, edhe mos ta han ushqimin tën përveç njëri i cili është i devotshëm. Kush është njëri i devotshëm? Po besimtar është pak shumë fjalë xhan, pak do e shka do më thonë fjalla devotshmëri? Respekton ligjet e Allahut, respekton namazin, namazin, nuk bën moralitet, nuk shkon harame. Tamam. Që kjo është domethënë devotshmëri është njëri i devotshëm. Takwa është çaj njëri i cili nuk e thën ligjin e Allahut. I cili i zbaton urdhrat e Allahut, largohet nga ndalesat e Allahut. Që këtë definicion manën mend, nuk është Tiranë. Se më janis me kallzu takvallok do të kit Kur'anin më ia thon dikon e tani çka është Kur'ani. Kit ato rregullat e Kur'anit. Ama më ia thon ti çka formula, H2O që është në kimi. Formul, veç a di çka ka ajo formul. Kur ti thosh dikon takva është mi zbatu urdhrat e Allahut, mu largu nga ndalesat e Allahut. Çka ka thon kritik, ka thon çka në Kur'an. Me një fjali që përfshin kret. Po thot pejgamberi sa mos ta han ushqimin tan, vetëm njëri i cili është takwa. Edhe kjo është një këshill pak indirekte. Njërin që është në shtëpi, mos tjetë njëri që nuk e din çka është friga Allahut. Se njëri që hyn në shtëpi, hyn me besim. Dhe me pas besim njëri që është në shtëpi. Jo ti sa dalësh jashtë e kap në libër është në xhep. Ndoshta libra s'kemi shumë, po ndoshta diçka tjetër. Domethënë, njërin cilën e ki në shpip, që ato është që është takwa, i cili e ka frikë Allahun subhanu wa ta'ala. Faktikisht, që ki hadithi pejgamberit sallallahu është këshill për neve, që më mundu me nejt me shoqni të mirë. Më mundu që na me gjithë rreth të mirë. Dashamir të mirë. Njerëz cilët janë besimtar, njerëz cilët e adin kufit e Allah, që i ka caktu Allah, deri këtu guxoni me shku, kënej zguxoni me dal. Manatan më sinin vit kuqe. Që ata njerëz që i din kufit e Allahut, ata me qasi njerëzi me pas shoqëllak, me qasi njerëzi me nejt, edhe me qasi njerëzi me pas miq.
Mirë. E ata njerëzit që sjellin kështu çka më bën me ta? Ata njerëzit që sjellin kështu çka më bën me ta? A më taku me ta, hiç mos më taku. Bon më taku me ta, duhet më taku me ta, mirë, për me çfarë njëti? Mi këshillu, mi ndihmu, me ngreh edhe ata çati ku jeti. Mos ndodhej e kundërta, se është tani katastrofë e madhe. Laqad adallani an dhikri. Ajeti 27 dhe 28, ai përsëritmi, ai mojtet men. Në ditë kur është ajo ditë, ditën e gjykimit. Zullumçari çka ka më bën, ka mira pishman çka ka bën. Edhe thot as sikur ta kisha ndjek rrugën e pejgamberit. As sikur mos ta kisha marr filanin edhe fistekin për shok. Pse? Pse pi bie pishman? Çka i ka bën ai shoku vet? 30 vjet, 60 vjet në dynjën kanë bash, kur si ndan njëri pi tjetrit. Pse shty për më një herë pi del edhe pi bie pishman edhe po kohat pi tina. Ah, thot sikur mos ta kisha marr. Mos ti përmend jam në atë çështje. Se ndoshta mos po qelloj dikan. Mos ta kisha marr filanin për shok. Edhe ajeti kuranore ka përdor fjalën fulan. Se na përdor me shqip mirë po është pi arabisht se mart. Fulan domethën një njeri. Ah, sikur mos ta kisha marr çat njeri, domethën pa cekë amna. E çka ka bën ky njeri? E shtë ta ndëgjojmë ajetin 29, Allahu subhanahu wa taala na tregon se çka ka bën ai njeri. Ai vet kanë me fol ata çka i kanë bën, kanë me tregu çka i kanë bën ata. Shoqënia e keqe në dynjë. Laqad adallani an dhikri. Fjala dhikr çka tham është? Parzët e përmendëm. Kur'an. Laqad adal ayat mu me të vërtet më ka largu nga përkujtuesi. Kur'ani është përkujtues. Dhikr domethënë ai i cili përkujton. Thot çaj shoku është që më ka largu mu nga përkujtuesi. Më ka largu mu nga Kur'ani, më ka largu mu nga Islami, më ka largu mu nga xhamia. A ka njerëz që largon dikush nga xhamia? Ka marrë çu s'ka? Çaj njerëz që më ka largu mu nga përkujtuesi, edhe më ka largu mu nga xhamia. Kur? Ba'da idh ja'ani. Pasi që merdh thot mu kush? Kur'ani, përkujtuesi, pasi që e kuptova Islamin, pasi që hina unë në xhami, erdha i thotë edhe nxjerri prej xhamis. Prej çatin ai pu distancohet tash, mirë po është vonë më momenti i distancimit. Nëse është për këtë shka po na i cek Allahu vonë, për neve nuk është vonë hala sot. Për neve sot është hala koha, domethënë hala treni s'ka ardhur. Hala kemi biletën edhe kemi mundësi me prit trenin edhe me hi. Ta shfrytëzojmë pra që këtë kohë. Ky po pendohet, po distancohet nga personi i cili e ka largu nga dhikri, nga Kur'ani. Kur themi nga Kur'ani, nga Islami. Kur themi nga Islami, jo që është bë kafir, po e ka largu nga rruga e drejtë, nga siratul mustaqim. Vazhdon ajeti wa kana shaytanu lil insani khadula, dhe me të vërtetë shejtani është ai i cili njeriu e lë të vetmuar, edhe njeriu në momentin kur ka më shumë të nevojë ai e braktis. Edhe e lën ku që shtojnë të na nësit. Ha? Boshnjakisht e thonë, të kalon dikush në cjedilo. Thëtë më kalon, kër e len në momentin më të vështirë, a e le. Që shtojnë gjermanisht? Ha, thujnë, në zonë pak. Shtih gjelas. Që kjo është njësoj fjallë, shejtani është qaj që njeri në momentin, kër njerit më shumë të i duhet dishka, a i që aty, thëtë, unë e deri që këto me ty manatan, s'kam. Shejtani a i beson Allahut ajo? A i tutët shejtani Allahut? I tutët mërë që si tutët? Në Koran është një ajet ku thotë shejtani ma distancohet prej njeriut. Kur distancohet që? Kur njeri bën kufër edhe del për kolostekit krejt për rrugës për autobanit hina për ara, shejtani thotë unë më me ty s'kom punë. Le më dhe se ti kokëshe ma zisani. Edhe thotë unë thotë të kthejnë apet rrugës. Aja apet amo, dinaj, aja ka marrë një kërkesja, ka lypë Allah, ka thonë le më në sëtë muna të kthej. Allah ka thonë mirë. Ktheti sa të mundesh mirë, po besimtarët e sinqertë, që ata që e kanë frikë Allahut, asnjëherë s'mundesh me kthy nga rruga e vërtetë. Prandaj na duhet me pas kujdes. Që kjo ajeti çka po na thot? Allahu po na cekat pendimin e tyre, edhe pse po pihan gishtat, po pendohen, po tregojnë keqardhje, pse? Filan fisteki e pas ka marrë dhe pas ka largu nga Kur'ani. E tash nga ky ajet ne çka kuptojmë? Edhe çka duhet me mësu nga ky ajet? Tema jonë çka është? Miku im kush është? Kush është shoku jem? Me cilën po desh na unë më shoqënu? Me cilën njeri po desh na unë me nejt?
Me ko po desh në anë me kalu kohën. Mik. Shka do ma thonë mik? Dost, shok. Sot, ka ndryshu koha edhe loji i miqve ka ndryshu. Kemi miq njerëz, po kemi edhe miq tjerë. Miq, do ma thonë njerëz, shka e shef me sy, që kur na që shposhih me shte, edhe e merë mik njerin e mirë, po mundet të dikush me marë mik edhe diko njerin e keq. Unë e peshtoj sot, edhe pse kjo nuk shkru në për librat fes, peshtoj që sot kjo është diçka bashkëkohore, se shumë njerëz sot e marrin për mik edhe për shok të ngusht Facebookun. A është e vërtetë? E marrin internetin, e marrin kompjuterin, e marrin iPhone-in, e marrin telefonin, që ato e ka shok më të ngusht. Me që ata e kalon kohën më të madhe. Dhe më thënë lojet, kur thojmi lojet e miqve sot, janë normal njerëzi i thohet live, shka e ki, po edhe njerëzi që janë dikon në botë, ku me ditë ku është, në Facebook, edhe ai shkru një fjali, kuja shkru një fjali, u knaqëm be, u knaqëm, qërë thëtë, unë shte e shkrujta, e minjerë mu përgjigj. Sa i kiti thëtë, sa i kiti ti, sa i ke boj, kom bo që kash, kur gjatë thëtë unë i kom bo që kash, shok, që ja kam bo që, okej. Gjali mirë ko këse, edhe kam shu ka shpina. Mirë po, a thu është i vedishëm ky që me ka është të e kalu kohën? A thu është qaj mik me të cilin dohet me kalu kohën? Dikush e merë mik njerion që thash si shok, mundet me marrë të mirë të keqen, dikush e merë mjetë, dikush e merë kerën për mik, dikush e merë punën për mik, dhe më dhënë kërejt tjera e haron me xhami, me ibadete, me namaz, puna thëtë është farz, e ka kesh kuptu i ngrati. Dhe të mja kalzu dikush se puna është farz mas farzit namazit, jo para farzit namazit. Puna nuk thashë që së është farz, dhe puna është farz, mos pret hasdër me trapi qilës. Po që puna, mirë po mëse le namazin, mësi përzim farzit, po meri me rend farzit. Farzi, o ka vendin e vetë, namazi, masën e graj punës. Do më thonë, në këtë ajet, Allahu subhanu wa ta'ala, po në i bon shumë të qartë neve, të cilit jemi musliman, edhe lexojmë Kur'anin, po na i thot, o musliman, këshure shka pëndohet me qëta njerëzi, ditën e gjykimit, që kanë mira pishman, atëherë faktikisht, unë edhe ti nuk dohet më kom prej që këtënve. Njeri të po keq, meri bret, meri mësim, ha? Të ndëgju, shka kanë me bëhë dikush, na do të me marë mësim për që këtënve fjallëve. Edhe mu mundu në sot, mos më kom prej që këtënve, edhe mu mundu me zgjedh një shoqëri të mirë, edhe me zgjedh një shoqëri me të cilën do më thonë Allahu është i kënaqur. Për jap një shembull, tani do të kalojmë në diçka tjetër. Shembull të cilën e cikën hoxhallarët nuk është për meje, këtë komni për hoxhallarëve. Një djalë i ri i cili ka qenë i devijum, që tham nashti për lidhmi pak me ajetin, që tham çush ko ka një njeri që po të nxjerr ka pijamie. Lekad e dal leni që po thot çaj njeri që kamera pishmon çat ditë po thot më ka nxjerr pijami, më ka nxjerr më ka largu pi përkujtuesit, pi Kur'anit më ka largu pi fes. Edhe për çato po distancohet më prej tij, thot sikur mos ta kisha pas shosh më filanin. E mirë ta shohim një shembull çish mundet më kon, një shembull në djalë i ri, i cili ka qenë i pa edukum, s'ka pas në shtëpi kush me eduku, ose s'ka desh me ngu, kia se raste shumë, se djalë i din shpesh më mirë se baba. Thot lebe hiç babas thonë e di më mirë. Edhe s'e ka ngu, ka dal ka deviju, ka shku në rrugë të gabueshme. Disa vite. Masane çka? I ka rapish më. Edhe ja ka nisu kthy në xhami, ka hin në xhami dhe ka fal namazin. Ja ka nis më kon rob që çdohet me kon i Allahut subhanahu wa taala. Domethënë shikoni rastin e një X personit, ka qenë devijum musliman. Ja ka nis me ardh në xhami, edhe kanë kaluar një vjet, 2, 3, musliman i mirë. Mirë po ta shok të vetë, nuk e kanë harru. Shejtani jo se jo, mirë po dhe shejtan insani se ka harru. Ata shok të vetë, hiq pa nal të thirë, telefon. Mirë po kjo e ka ndru numrin, s'po da me pas punë më me ta. A është mirë kjo? Mirë është, deri këto është mirë. Mirë po ata e kanë pa që s'po lajmërohet telefon, ja kanë ditë adresën se i kanë kalu vite me ta, bashkë shok të ngushtin kanë, pinë haram e në haram, kanë shku bashkë. Ja kanë ditë shpijen ku e ka. Edhe e kanë diktu se në xhami po shkon. Edhe ku kanë dalë me prit para xhamis me kërë pe presin tash. Kur po dal pe xhamie, pe thirin s'po vjen. E provon kënej, nuk pungon ai. E ka vëdu kryt në xhami dhe s'do me dal më. Elhamdulillah mirë deri këtu. Edhe një ditë ata tash
me shejtanin bashkëpunojnë ashtu njerëzi, i japin ideja njëri tjetrit, edhe shejtani ja ndihmon, thotë na kena me gjetë një metodë që më ardhaj me neve. Shka me po qysh? Jenë mbledh para xhamisë jashtë, ta s'kan me imrena. I thonë këtij djalit kur del këtu xhamie, thotë na nesër do të më shku larg me një vend. Sikur më thonë se këto pikë të më shku në Stuttgart. Larg kena më shku me këshir një kerr. A thotë po dojna me ardha ti me neve. Ja thotë s'kam kosmuna. Jo thotë dish ka po kimi çaf me ardhi me neve, me na këshillu rrugës. Ha më na dhon pak ders. Tak më një herë këto shejtani ja mor pakat vetën, ja largoj pak. Edhe kur të fal me rrugës, më na u bë imam ti. Kështu çfarë muhabeti, ha? Ai mira, ai kanë pas mirë ta djemt ajo. Ata djemt tek shish, është një keqe. Më na ndodh neve çka kishmi bën kësi moment. Ha? A kishmi shku ajo? E si ta shohim ato çka ka bë. I kanë thënë na po vjen. Ky u nalë më gjë, hajmë se misle çka ka puna ç't ka thon po vi. Edhe mirë. Nestrit u bogat edhe ky me këta në kerr. Shti ja ka nis rrugës, muhabeti ndryshe, u ka ndryshu. E kanë dalë dikon rrugës me pushu, i kurdist puna krejt, e kanë shti me një hotel, edhe në atë hotelin e kanë pas kurdist një punë tjetër, një shoqe tjetër, edhe një gru tjetër, edhe një shish me ujë tjetër, edhe një alkohol tjetër, edhe kada dal, i ka bon të nëtë zezat. Edhe mas mramti, devijan, edhe del prej rrugës, edhe i vjen vdekja dhe përfundim më të keq se ky s'ka. Çka u bën me këtë djalë tash? Çka ka më bën që ky person ditën e gjykimit? Kam i hangër gishtat e vet. Kam u pendu, kam e tregu keqardhje, ku thot çyshe ngova atë filanin, e ku që shkova me ta, i cili thot çka më largoj prej Kur'anit, pasi që merdh Kur'anit, pasi që u udhëzova, hina në xhami, merdh thot filan e fistike edhe më nxjerrë prej xhamisë. Në çiksi momente, në çiksi raste, kjo është një këshill që ti po dal me pak për temës. Shumë që këtu në Gjermani, sot, pasi po jetojmë që këtu se ka edhe në vende tjera, shumë e vllau jon musliman i cili nuk është hoxh, i jep vetit drejt, edhe mendon se ai mundet me thirr njerëzën në islam, edhe bën gabime sikur që ky personi që e cekëm që këtë shembullin. Çka u kondisht ky me bë? Ky kondisht aty në më thon ju rruga hajrit ju qoftë. A në rrasë dani ju me ju bëni imam, hajde që këtu në xhami falni mas imamit, është imami këtu në xhami, ja unë më bëj imami juve, deri gjejmë kon me juve. S'po na më bëj imami juve. Nja. Unë me ju këshillu juve, kush jam, s'jam gjendje me ju këshillu juve. Po hajde hoxhën ju këshillon këtu në xhami. Ai ju ka hi pak vetja në çef, ka thonë një bon musliman i mirë tash, kom mjekrën e kom shlu pak, pantollat më kanë hi nuj pak, si ti shtesh mi la shkurtohen pantollat. Më kanë hi nuj pantollat pak edhe çka? Shtim bon e thot hoxh edhe grahi thot shti, jep nasihat e jep ders. Mirë po shejtani e mashtron kollaj insanin. Edhe e merr për rrugës keqe shumë shpejt edhe përfundim më të keq se ky s'ka. Që ky lloj i njerëzve, domethënë të me pas kujdes vllazni. Islami nuk është diçka me thonë viçi hoxhallarëve, nuk po them edhe këto si monopol me bën që shtiviç unë edhe hoxha Hyseni me thonë edhe juve s'pilon me kallzu ders. Jo valla, kjo nuk është. E kundërta, na kemi qef sa më shumë me pas këshilltar të cilët njerëzit i thirrin në islam. Këto pja u them me sinqeritet, kisha pas qef çdo i dyti juve më kon hoxh këto. Mirë po, nuk është puna që me thonë s'po kemi qef me pas hoxhallar shumë. Ne të ketë hoxhallar shumë, veç ne të ketë hoxhallar praktikantat islamit. Ne të ketë njerëz në të shkon ti secili që do më bëj hoxh vëlla, prevria likrat shkon, mëso ktheu bën hoxh, nuk ka problem. Mirë po mos i jep vetit drejt, me dal para kamerës, me çit një ders në YouTube, a nuk je hoxh. A kemi këto raste? Plot. Hin në internet, plot e ke YouTube-ën. Hoxhallar, po se po, njerëz që nuk janë hoxhallar, edhe thot vetë dy këshilla që jap njerëzve, edhe janë nis të jap fetfaja, çfarë këshilla fetfaja. Do të më pas kujdes për çka. Se gjys, që s'kan thënë plesht, gjys doktori tle pa shneta, e gjys hoxhe, tle pa iman. Shneta është pa kur gjë heq. Ama imani është diçka më e rëndësishme. Do të më pas kujdes se me cilën po shoqënohesh, me ka kimik, me cilën hoxh po rrin. Me cilën shok po rrin. E kështu me radhë, kështu me radhë. Unë ju thash edhe porzit që nuk do të me ju marr kohë sa të shumë. Deri tash na i krytëm 3 ajetet e para, na kam edhe një. Mirë po unë kisha hala me folë që shumë për ato themelet kryesore të cilet na i ka vënë pejgamberi alayhis salam, ka shumë hadithe,
që na japin neve do shenja, do simptome se me ka duhet më shoqënu. Edhe se sa dobia e madhe është e shoqënisë mirë. Ka hadithe shumë, por sigurisht hoxha kam javë tregu inshallah në të ardhmen ato hadithet të cilat flasin për shoqëninë e mirë. Unë nuk do të du më shumë, domethënë me ju lodh pika përcej këto çka kum pas më javë thon halaman aton të një do të nalën atë tash. Më kujtu rasti i shoqënisë të mirë. Rasti i Musa alayhis salam. Këto po du pak me lidh me momentin edhe ku jemi. Musa alayhis salam u kon pejgamber. Po u kon pejgamber. A ka pas më ditëshëm se Musa alayhis salam? Ka pas. Kush u kon? Hidri, ka kon më ditëshëm se ai. A e ka ditë Musa për ta? Se ka ditë. I ka kallëzu Allahu, i ka thonë filan venin ku ka një njeri i ditëshëm. Çka ka po Musa? A e ka lënë për nësër prama me shku? A e ka lënë për çetër herë? A ka thonë jo, po kush është ai unë pejgamber? Unë më shku me mësu te ai. Çka ka bon? I ka thonë atina dvetit bashkë aty udhëtarit vet, shokit vet, ka shërbetorit vet, bën gati nesër me shku filan venin ku bashkohen 2 ditë, na kena me shku këna një person duhet me taku. E kështu me radhë, spohimi aty. Musa alayhis salam domethën kur ka një për një shok i cili din më shumë se ai, ka përvjell krat minë herë dhe hyjëm me shku me taku ata me marr psim. Çka mësojmë në prej kësajna? Mësojmë se që këtu, kur ta kish një shok që din më mirë se ti, mëse le pa u shoqënu me ta. Mos flasni për hoxh. Hoxha të u konë në xhami, e xhamati me nejt, jashtë xhamis. Valla kjo nuk ka ma gjuna se kjo. S'ka ma ku me shku ma kesh se kjo. Kurse Musa alayhis salam se kalon vetën jashtë, po ka shku një herë te ai, ka thënë ai din më mirë se unë, ka shku hyjëm me shku me mësu te ai. Ana sot kret po di më mirë. Edhe pse ka ndal këto mjetet e teknologjisë sot, nuk jam kundër këto, mirë, alhamdulillah, mirë, po ne kisha thënë gjithnjë dhe them kam e thënë sa herë ndoshta diku në jetë hatrit. Mjetet e komunikimit që kanë për derse sot, që ata që kanë mundësi me ardhë me ngu dersin në xhami, duhet me ardhë në xhami. Që ata që s'kanë mundësi, në të angon nëpërmjet internetit. Në të angon, gratë e kanë lehtësim, mës me dalë, rënë me komuniku, me dalë, me shku, me ardhë, në të alëshon internetin, në të angon një ders, në të angon radio pendimin, në të angon radio nurin, në të përcjell dersin live. A burat, në të shkojnë xhami? Burat do të me shkojnë xhami? Në të shkojnë të takohen me hoxhën, do të me marë para hoxhës detyria mirët. Mësohet që aty akhlaku, sjellja, jo veç dersi, po do shumë gjana tjera mësohen. Musa alayhis salam për shoqëni të mirë u përgatit edhe pse ishte pejgamber. U qu edhe shkoj me ngu një ders. Me shku me mësu ma shumë. Ana sot jo një ditë, jo një vjet, edhe 10 vjet po të kalon hoxhën e ki ndoshta në katën e dytë banon kurs s'don me taku, as më taku me to. Pse thot mos po marrë të lën mendën. Mos po ma kthen mendën çetërka. Ma mirë thot s'pe takoj hiç. Kjo është gabim. Prandaj duhet me pas kujdes. Kjo që ky rast i Musës alayhis salam na i tregon vlerën e diturisë. Na i tregon vlerën e një njerit të cilin e keni në mesin e juve që din më shumë se ju. Nuk po them që është i gjithë ditshëm se është veç Allahu. Njeri pa të metë s'ka mirë, po që din pak më shumë se ju. Duhet më kujdes për çat njeri. Duhet me nejt me çat njeri. Duhet më shoqënu me çat njeri. Duhet me kalu kohën më shumë me çat njeri. Tema jonë është ka kush është miku yt. Mundohu me pas mik një njeri i cili të këshillon. Mundohu me pas mik, shok, dashamir një njeri i cili ta përkujton Allahun, ta përkujton ahiretin edhe mundohet me të largu nga rrugët e këqija. Përfundim, përfundojmë me 2 raste. Shoqënisë të keqe, negative, pasojat e shoqënisë të keqe. Kush mundet të më dhënë një shembull? Nga historia islame, prej Muhamedit alayhis salam deri sot. Një rast shumë interesant është që është pasojë e shoqënisë keqe. Sebeb shoqënisë e ka meritu zjarrin e xhenemit, Allah na ruaj prej tij. Sebeb shoqënisë e ka meritu shka zjarrin e xhenemit. Kush u kon ai? Gjeza, një shka në gjeza jo. Kush mundet me gjetë? U kon agja i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Jo, ai një tjetër. I cili e ka mbrojt islamin, jo veç Muhamedit alayhis salam, ai ka mbrojt se ka pas gjallë vllaut. Mirë po faktikisht e ka mbrojt ka islamin. Mirë po Hamza ka tek si musliman.
Na po folmi për një sebeb shoqënies që ka dek si musliman. Kush ka ai, kush e ceki dikush që emri? Ebu Talibi. Ebu Talibi është axha i pejgamberit alayhis salam, i cili e ka mbrojt Muhamedit alayhis salam për kujna? Për mushrikëve, ka thonë mëse praktik kjo xhali vllaut tan. Ama po na i shan Zot na ton po thirr me besuni Zot. Ai thotë është çashtu të ka pranu, e ka kuptu, edhe e ka punë që ato. Në të thirë, unë së në nalje, thotë, edhe pse kom gjatë vlavit, ama ju më manguc, jo, edhe se ka nguc. Edhe ka rujt, ta shka ka bo momentin e vdekjes. I ka ardhë ma ngat. Edhe pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam ka shku të aj. A dini pse ka shku të aj? Shumë mirë. Ka shku veç më ja përkujtu që këtë fjalë. Se të na sot a shkojnë dikush kështu, dikush shkojnë thotë me këshir migja mos më mashkruan tokën, mos më mashkruan shtëpinë, mos më vend moment vdekjes hyj gjë më shpejt më shku. Ja, Muhamedi alayhis salam ka shku me çetër qëllim. Çka ju ka desh Muhamedit alayhis salam çaj fjalë? Ka thonë takon be o miq, takon be një argument barëm që këtë dëshmu çat fjalë. Për dëshmi takon që je se pa çato smuna kur jam të bën. S'ka ti të njofshëm. Në momentin e vdekjes, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë miqës vet thuje fjalën la ilaha illallah. Në çat vend kanë qenë edhe kush? Edhe Abu Jahli, edhe ata të tjerë të mushrikët e Mekës. Edhe kur e kanë pa momentin, ato janë momente shumë të shpejta. E kanë pa njëri i smut, e kanë pa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e kanë pa që do me thonë këtë diçka, kanë ndërhyrë këta ushtria shejtanit që janë me dy kom. I kanë ndërhyrë, çka kanë thonë? Kush e di çka i kanë thonë? Ka thonë, a do ta lësh të fen e të parëve tonë, jo vetë çkaç. Po ja kanë shtuar edhe një fjalë. A do me lanti fen e Abdul Muttalibit të gjyshit tën, domethënë babës tën, të parëve me tu? Çfarë feje kanë pas ata? I kanë besu? Idhujve, drunave, gorzive ju kanë besu. Kështu në momentin, a? Shoqënia çka do me thonë? Shanë se patë Ebu Talibi që aty me thonë la ilaha illallah. Shoqënia e keqe, rrethi i keq. Në momentin që do keme shpreh fjalën i thënë, a do me lanë, mu largujt, edhe që aty e ka pas, i natit më thonë, ai burnia që e kanë pas atëherë, s'ka desh me kthy. Ka thonë, unë ka me qëndru në që ato, jo ka thonë Ebu Talibi, unë jam në fejen e Abdul Muttalibit, ka thonë, jam në qatë fejen e të aty me përpashme, se kom ndru fejen. Edhe ka ndru jetë si jo musliman. Që kjo është domethënë përfundim, shembull i përfundimit të keq. Para mendoni çfarë përfundimi i keq? Kush e bën shkaktar sebeb? Shoqënia. Që kjo është një pasojë, ha? Një pasojë e shoqënisë të keqe. Edhe një rast tjetër është kur një nga banorët e Mekës nuk ka qenë musliman. Mirë po ka pas gjasa me pranu Islamin, edhe ka qenë në Mekë, krejt këta e ka nisë me Shah Muhamedit alayhis salam edhe me fyj me fol kundër atina, ai s'ka fol. As nuk kukon kundër, as nuk kukon, do më thonë, për, vish ka shujt. Kur e kanë marrë vesh këta, shejtan në insan, që ka e në kanë insan, a ka shejtan në insan ajo? Kush janë ata? Që ja kryjnë punën e shejtanit, ja lehtësojnë, se ajë, do më thonë, së më pëmërin grejt, e njerëzit ja kryjnë punën e tina. I vjen një qëksi shejtani dhe i thot, që kjo speshan Muhamedin, i thot mi njëherë, pse speshan ti? Që më përshuj? Edhe mi njëherë e kanë ditë se që kjo e ka një shok shumë të ngusht. Ja dhe shumë e ka desht atë shokën. Edhe kanë shku, mi njëherë i kanë thonë këti shokët këtina, jo këtina. Ka thonë, filan shokë i atë, që e ki shumë të ngusht, speshan Muhamedin. S'po fol keq kundra pejgamberit. Në fillim të islamit kjo muhabet është. Kjo kur e ka një kjo shok i vetë ka thonë, e di shka, unë e ma me shokin tem nuk foli deri sa nuk e një të e shah pejgamberin. A kjo mi njëherë këtina i ka prejkë në zemër. Ka thonë, unë është me hup shokin pëse s'peshaj pejgamberin, a i halas se ka besu. Mirë për ka pas shans, ka pas gjasa me besu, se është nalë, nuk e ka fyj, ka pas shans ka me pranu islamit. Mirë për shokin ngusht i keq, u bo sebeb edhe këja ka njës me fyj edhe me shah pejgamberin, edhe ka ra, dhe më thonë, ka hum bjetën ku në Bedër, si jo musliman. E ka hum bjetën, që ki person, ka vdek si jo musliman, edhe një nga sebebet e zbritjes që këtë nëve ajeteve sot, që ka i patëm na, është që ka zbrit tani Allah subhanahu wa ta'ala këtë ajet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thonë atë ditë, domethënë ditën e gjykimit,
kur do të del njeri i cili ka bë padrejti vetvetit vetë dhe t'i kafshon duart e veta, duke qortu vetveten e vetë dhe duke thonë sikur të kisha ecur në rrugën e Muhamedit alayhis salam, sikur mos ta kisha marr filanin për shok që e ka shti edhe për mik, sepse ai më shmangu nga rruga e të dërguarit pasi më erdhi e vërteta. Ky ajeti i 29, ajeti i 30 çka ke, kush e ka marrë mend? Domethënë këto e pam pasojat çka dy rasteve që i cekëm si pasoja, si rezultat i shokit keq. Ajeti i 30, Allah subhanahu wa taala çka po thot? Çka thot Muhamedi alayhis salam? Allahu këtë ajet thot i dërguari i Allahut thot Muhamedi alayhis salam, o Zoti im, inna qaumi me të vërtet, ja Rabbi inna qaumi, o Zoti im, vërtet populli im e konsiderun e lanë mazdore Kur'anin. Na patëm temën krejtësisht te njeri cili pendohet ditën e gjykimit, çështjon temat e ajetet e Kur'anit. Për më njëherë dulin temë tjetër. Kjo është një rezultat, kjo është një ilaç, kjo është një dozë për neve që vjen deri te çka njeri që e le Kur'anin mas shpine. Ky ajet na bën me dije neve çka? O musliman, mesela neve Kur'anin mas shpine, mesela neve Kur'anin vesh me neta për rafta. Nuk është be Kur'ani me zbukuru vitrinën e shtëpisë domos ndajës, nuk është be Kur'ani veç me kapërcy rreshta, nuk është be Kur'ani veç hatme me bë, po është me jetu sipas Kur'anit, me vepru sipas Kur'anit, me punu sipas Kur'anit, e sidomos tash muajin e Kur'anit. Cili është muaji i Kur'anit? Muaji i Ramazanit. A kemi larga nga të kemi. Atëra pitash të mia nis kada kadal, çata që lexojnë mia nis me mësu vetë kanë gjys në ditë me lexu. Që për një muaj ditë mi dalin çosh Kur'anit. E çata që s'dinë me lexu i keni edhe një shans. Për 15 ditë hoxha mundet më javë mësu edhe ju më janis Ramazan me lezu Kur'an. 15 ditë është shumë, unë them 15 sahat. Stunde, 60 minuten. 15 sahat. Njeri mundet më janis pinzera dhe me dal me lezu Kur'an. Shansën e keni. Më shumë se 15 ditë keni çata që lexojnë Kur'an. Ajeti çka po thot Allah subhanahu wa taala që ka më thënë Muhamedi alayhis salam që rezultati që këtu njerëzit që pendohen që këto shka se e kanë ndonë Kur'anin mas shpinë. Unë këtë e thamë me gjithë vetdije se na sot muslimanët shumë jemi që e kemi lanë Kur'anin, hijret e kemi bo. E kemi lanë Kur'anin larg durve tona. E kemi lanë Kur'anin larg leximit. E kemi lanë larg meditimit, larg kuptimit. A kjo është një negativitet. Lutim Allah subhanahu wa taala që të na bën të mundshme që të jemi shok të pandart Kur'anit, edhe me njerëz të mirë, edhe me shok të mirë, me shok të cilët ne i përkujtojnë ahiretin, me shok të cilët ne i përkujtojnë punët e mira, edhe ne i përkujtojnë Allahun subhanahu wa taala. Përfundim, domethënë e cekëm edhe ajetin, çka ka tema jonë, është edhe një herë tema, kush është miku i yt? Ku e morëm këtë temë për cilave ajete? Surat Furqan 27, 28, 29, 30. Kur t'ju vjen ndonjëherë me lexu, sigurisht kam u kujtu edhe ky rast, edhe ky moment që cilin sante e patëm, edhe jetuam domethënë që këto minuta i patëm, që këto minuta i kaluam së bashku duke ndëgjuar këto ajetet Allahut subhanahu wa taala. Sigurisht ka dikush që ka më thënë mirë, më hoqë këtë i tha, këto na kitimi shoqëni e mirë që këto. Çka përfituam na prej kësaj ligjërate? Çka i thotë vetë kritik më kanë, vetin tënd me kritiku. Feedback, ai thonë në anglisht, kush e din anglishin këto? Çka kam thënë shtëunë? Unë për vetë ju vesh ti çka të thamonë. Shtëunë që këtë temë që e kum zgjedh. Që këto ajete që ja thash. Nuk është e rëndit ju më thonë mirë bëhoj, na jemi këtë shoqëni e mirë që këto. Këtë jemi në xhami, si jemi dikon në diskotekë. E pse ne thotë këto fjalë neve? Ha? Që kjo është një prej qëllimit kësaj ligjërate. Po nëse unë jam që këtë rrugë dhe jam që këtë shoqëni të mirë, pas dohet me pasë unë gajle dhe për atë shokin tem që s'është që këto. Pas dohet unë me nejt, pa gjumë, qysh me pru dhe një shok që këto me pru? Me taku me hoxhën, me ngu një ders për hoxhës. Që kjo është qëllimi i ligjëratës. Se na 10 vet, 100 vet, 50 vet që këtu mirë me çdo xhumo. Mirë, po ku janë edhe 50 qerë? A ka hala 50 qerë jashtë? Po ata ju ku jeni kon përpara? Në çfarë shoqëni jeni kon? E po mirë ç'është, jo, nuk janë krejt. Disa, nuk po flas për krejt, mos më kesh kuptoni. Dikush, juve ndoshta u kanë ndonjëherë në shoqëni të keqe. E mirë u bon sebeb dikush që ai sot është këtu. A nuk është falënderuesi që ati shokët me thënë valla faleminderit, Allah e shpërblev që më ka dhënë çat kaset, më ka dhënë çat libër, më ka thirrë një herë në ders, më ka marrë një herë në darkë, më ka çuar një herë me vlud, u bon sebeb dikush
që unë e thot jam që këtë xhami sot. A është dikush të bab? E çështi na kur ta çiç të më thon vetë ka dalë se unë një herë më kam që kështu ti dikush u bë sebeb, e unë jam që këto. Po ti a nuk duhet të më bë sebeb me pru dikon që këto? Pa nuk duhet edhe na më bë sebeb me pru një shok, me pru me shtinë rrethin e mirë. Inshallah jemi në pjesë të shoqënisë të mirë. Atëherë të mundohemi ta bimi edhe na dikon që këto në shoqëni të mirë. Se tek e fundit a është kjo për interes tonin personal apo për hir të Allahut? Pse jemi në sonte këtu bashkë? Çka na lidh neve? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wallahi, unë për kur çfarë interesi sonte jam këtu në mesin e ju, edhe ju që keni ardhur, përveç se që na ka lidh fjala e Allahut, edhe që jemi musliman. Që kjo është që na ka lidh neve, që na lidh njëri me tjetrin. Edhe ndjejmë njëri me tjetrin sikur më njoft me vite. Edhe pse ndoshta me dikon sefte sonte shihemi. Pse? Çka është ajo që na lidh? Çka është ka diçka këtu? Që kjo është ajo ngrohtësia e imanit. Që kjo është ajo fjala la ilaha illallah. Prandaj, na qëllimi i kësaj ligjërate domethënë është numër 1 me falendëruar Allahun që na jemi këtu. Me kërku prej Allahut me na përqendru edhe më tutje me vazhdu në këtë rrugë. Me ja ditë na vlerën e shoqërisë të mirë, mos të bëhemi sikur që këta që kanë mira pishmon ditën e gjykimit. Që këto janë qëllimet e kësaj ligjërate. Me ja ditë domethënë falënderimin shoqënisë të mirë. Me thonë elhamdulillah unë që kam çiksi shoqënie. Elhamdulillah që e kam një shok, një vëlla, një hoxhë i cili më tërheq vërejtjen, edhe më thot kujdes. Largo pse kësaj. Edhe që kjo është qëllimi i ligjëratës është që mu mundu na edhe dikon me pas që këtë breng edhe që këtë gale që me thirr edhe dikon me qenë në mesin e shoqërisë të mirë. Lutim Allah subhanahu wa taala që të na bën të mundshme gjithëve na të jemi gjithnjë me shoqëri të mirë. E lutim Allah subhanahu wa taala që të na bën gjithëve të mundshme që të marrmi edhe më tepër vllazni, sidomos ata që i kemi të afërt, që i kemi në për familjen e për vendet punës që flasin gjuhën tonë dhe din traditën tonë. Inshallah Allah ne mundson gjithë ata mi thirr ngadalë me qenë këtu në mesin tonë. Ne lutim Allah subhanahu wa taala që të na bën prej besimtarëve të sinqert, edhe prej besimtarëve të cilët e ndjekin gjithnjë rrugën e Allahut dhe rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Më bëni halal në rast se e zgjatëm, edhe pse 50% e kum shkurtu. Hadithet të cilat kum pas më thonë inshallah edhe një herë tjetër. Kena me bë epizoda e dytë. Kjo epizoda e parë ke pjesa e dytë që na më lani inshallah edhe një herë tjetër, por sigurisht hoxha ka treguar ato hadithe dhe do t'ju tregon. Elusim Allah subhanahu wa taala që na bën të mundshme kemi dobi domethën prej fjalëve të Allahut dhe fjalëve të pejgamberit. Ma bëni halal për zgjatjen. Faleminderit për përgjigjen që jeni përgjigj edhe keni ardhur thirrjes xhamatit sot që jeni këtu në xhami. Edhe lutim Allahun subhanahu wa taala që kështu siç jemi son të gjithëve së bashku të na bashkon në Xhenetul Firdaus inshallah. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum.